Solli së bashku përfaqësues të shquar dhe lartë qeverisë dhe njëkohësisht shoqërisë civile, cilët së bashku diskutuan mbi fillimin e punës për planin e riveprimit 2014-2016 të partneritetit për qeverisë të hapur. Unë mendoj se aktiviteti soshëm erdhi në ato parametra të dëshiruar dhe filloi të krijojë një sinergji midis institucioneve publike dhe shoqërisë civile për të realizuar dhe për të prioritizuar ato objektive, të cilat do bëjnë të mundur një plan veprimi sa më i përfshirës, sa më realist dhe sa më të arritshëm për 2 vitet e ardhshme. Ajo që doli edhe nga diskutimet e paradite, paga shumë është dhe nuk ka shumë kohë që brenda pothuajse një muaj, qeveria shqiptare duhet dorëzoj planin e veprimit dhe ne kemi rënë dakord me ministren për të nënshkruar edhe një marrëveshje bashkëpunimi midis një koalicioni shoqërisë civile në kuadrin e nxitjes dhe bashkëpunimit për implementimin e partneritetit për qeverisë të hapur, sikundër edhe shumë shpejt duhet të përvijuar një plan veprimi konkret me afate përcaktuara se datën 7 maj qeveria shqiptare duhet fare pjesë pranë autoriteteve 7 maj planin e veprimit për vitet 2014-2016. Hapat e cilit pothuajse janë erdhur sot dhe unë do desha që t'ju vendosur gjithë edhe ju si panelist të ardhur në përgjithsisht në panelin e fundit, në kontekst dhe ja fjalën 3 moderatorëve, respektivisht zonjë Saranita Braha nga Ofundata për moderatore panelit parë të diskutimit, Aldo Merkosi nga Lvizja Mjak që moderoi panelin e dytë të bashkët dhe paneli i tretë ju moderua nga Maria Vuksanović nga CDM Podgorica, të cilët diskutuan dhe do sjellin për një kohë shumë të shkurtër, 3 minuta secilin dispozicion, çështjet kryesore që u diskutuan në kuadrin e planit të riveprimit. Shoqëria civile në këtë kuadër diskutoi mbi prioritetet e përgatitura nga qeveria dhe njëkohësisht mendoj se do të japë feedback nevojshëm që do të shkëlqyej shërbej për në vazhdimsi, për vazhdimin e konsultimit në nivel kombëtar dhe vendor, për bërë një plan sa më të realizueshëm dhe sa më të efektiv. Bëllohet ja fjallën, Aramidis. Atëherë, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ju falenderojmë për këtë mundësi për të diskutuar publikisht mes shoqërisë civile dhe aktorëve të rëndësishëm në qeverisje, por edhe partnerëve të nderuar në lidhje me kontekstin e hartimit të një plani të riveprimit. Grupi punës që unë dhe Gjergji Burmo drejtonin përbëhen nga përfaqësues të shoqërisë civile, kryesisht operatorë të cilët punojnë si me shërbimet publike, si me të drejtat dhe liritë e individit apo dëshirën për punuar në një qeverisje. Dhe në këtë kontekst ne punuam për të gjetur rezultate mbi 2 sfida. Njëra prej tyre ishte përmirësimi i shërbimeve publike dhe kemi arritur në konkluzionin që do të ishte nevojë të vendosej në plan veprim së pari një mekanizëm i cili të realizojë monitorim, kontroll dhe vlerësim të zyrave të informacionit apo të shërbimeve me publikun në administratë dhe institucione. Kjo për të rritur eficiencën, etikën, por edhe raste të shkeljeve, për kontrolluar raste të shkeljeve dhe abuzimeve në këto zyra. Pika e 2 do të ishte nevojshme që çdo portal institucioneve publike dhe qeveritare të kishte një rubrikë të dukshme për shërbime të hapura dhe në këto shërbime të publikohej gjithashtu dhe lista e personave apo subjekteve të cilët janë të licencuar dhe certifikuar për të kryer aktivitet ose për të ushtruar profesione publike. Mundësisht këto dhëna të ishin të publikuara në formatin open data. Për sa i përket antikorrupsionit, u bisedua mes organizatave që kanë aktivitet në këtë fushë, që ashtu sikur se është sugjeruar që në strategjinë antikorrupsion të qeverisë të shënohet edhe në planin tonë të veprimit, që të ndërtohet një databazë publike me të dhëna për raste të korrupsionit, të referuara dhe të proceduara si nga institucionet e pavarura, kontrolli i lartë i shtetit, inspektorati i deklarimit dhe verifikimit të pasurive apo prokuroria, por edhe nga sistemi gjyqësor.
Kjo me dëshirën për të pasur sa më shumë integritet për personat të cilët ushtrojnë funksione publike. Gjithashtu, përsa i përket sistemit të ankesave dhe denoncimeve, duke pasur dhe shumë grupe interesi që kanë të bëjnë me mjedhitjen e të miturve, u kërkuar që të ketë një sistem ankesash denoncimesh i cili të ndihet online, por dhe me sistem kontrolli, për cilësinë e shërbimeve sociale dhe të edukimit me institucionet e kujdesit për të mitur, qofshin këto institucione edukuese apo institucione shërbimesh. Përsa i përket përqasjes inovative dhe teknologjike, u kërkuar gjithashtu vëmendje për lehtësira në pajisje në shkollat të sistemit publik për të bërë të mundur trajtim dinjitoz dhe aftësim të stafeve për të trajtuar fëmijë me nevoja specifike. Gjithashtu, përsa i përket menaxhimit efektiv të burimeve publike, që ishte një sfidë tjetër, u konsiderua që angazhimi që ka qenë në plan veprimin e parë për IET-in, që është transparenca me shërbime që kanë të bëjnë me të dhëna që kanë të bëjnë me shfrytëzimin e aseteve të pasurive minerare në vendin tonë, të shikohet me kujdes për të qenë pjesë angazhimeve edhe në këtë plan veprim. Dhe të njëjtin kontekst, të krijohet mundësia për të pasur akses dhe kontroll online për të gjitha kontratat koncesionare apo bilancet e kompanive të cilave ju është mundësia të shfrytëzojnë asetet e pasurisë publike në vendin tonë. Pak a shumë grupi ndori me këto konkluzione dhe ju falenderoj për vëmendjen. Gjithashtu ashtu si dhe Janita, grupi i dytë ka pas tre zona kryesore në cilën ne fokusuam. Dhe pak a shumë i kam mbledhur në disa tre sugjerime të grupit, që gjithashtu përbëjnë nga disa organizata shoqërie civile nga fusha e dëshmëritimit. Një nga objektivat dhe një nga fokus ku ne ku grupi i dytë u përshëndrua ishte pikërisht mbrojtja e komuniteteve ose informimi i mbrojtjes komuniteteve. Dy sugjerime që dolin nga grupi i punës në këtë kuadër ishin sigurisht kanë dhënë policinë. E para ishte informimi i publikut dhe komunitetit mbi kriminalitetin në vend në zonë caktuara i përshëndruar më shumë tek komunitetet lokale dhe me një fokus veçantë sigurisht në një nga problemet nda zhvillimit që cila është gjakmarrja. Pra kemi dhe një hartë të duhshme dhe aksesueshme nga të gjithë kush janë spotet më të rëndësishme dhe më të dëmshme. Dhe e dyta ishte një përqasje më proaktive e policisë së shtetit me komunitetet në cilën ato veprojnë, pra në një rang lokal, jo në rang kombëtar. Në mënyrë që kemi një ndërveprim më të shpejtë dhe më interaktiv të policisë me komunitetet, përsa i përket krimeve ose në një parendërimi të krimeve në komunitetet e vogla. Objektivi tjetër që ne kishim marrë përsipër ishte rritja e integritetit publik. Sigurisht që kjo është dhe hapësira ku ne gjetëm dhe më tepër hapësirë për të dhënë rekomandime. E para vjen për Ministrinë e Mbrojtjes Sociale dhe Rinisë, e cila ka të bëjë me publikimin online të historikut të gjitha familjeve dhe individëve që përfitojnë nga skema ekonomike, që për të parë dhe për të krijuar dhe strategji të reja për përmirësimin e kësaj skeme. E dyta ka lidhje me Ministrinë e Mjedisë, me cilën ne kërkojmë një krijim një database online me të gjitha zonat e ndotura, duke përfshirë zonat e ndotura mjedisore, të ujit, të ajrit, akustike dhe rrezatimeve, duke përfshirë këtu edhe pasojat, për të informuar në një vëllimu pasojat që ekzistojnë këto në secilin prej këtyre zonave dhe rreziqet që ekzistojnë në këtyre zonave, si dhe potencialisht edhe planin e veprimit për secilin prej këtyre zonave. Nga doganat kërkohet një raportim mujor i gjithë punës doganave dhe potencialisht edhe ndarë midis biznesit dhe individëve për të përcaktuar më mirë dhe për të qenë më transparent puna që bëhet në sektorin e biznesit, por edhe që ajo që bëhet me individët. Sigurisht pastaj një tjetër shumë e rëndësishme ishte edhe transparenca e financimit të partive politike. Praktikisht një skemë e re ku të bëhet shumë herë më transparente për të gjithë publikun edhe për mediat, cilat janë shpenzimet, cilat janë burimet që partit politike në këtë vend shfrytëzojnë. Si dhe një tjetër është përfshia dhe një tjetër mangësi që praktikisht pam në planin të cilin na u servir, në tërësi në plan, një mangësi tjetër që na u dushme rrezikshme ishte fakti që
nuk ishin përfshirë, jo mjaftueshëm, po më së pami nuk ishin përfshirë fare pushtetet lokale në këtë plan veprimi. Kështu që një rekomandim shumë i unanim që deri nga gjithë organizatat ishte pikërisht insertimi ose ndërthurja e organizatave e pushtetit lokal në këtë plan veprimi. Ndërkohë, prioriteti tretë që ne kishim ishte rritja e asaj që quhet përgjegjësia sociale nga korporatat. Një rekomandim që doli për këtë kuadër ishte krijimi i database-i të gjitha korporatave që operojnë në Shqipëri, vendet dhe komunitetet ku ato operojnë, për të bërë një bashkëndim më të mirë midis nevojave të pushtetit lokal dhe asaj çka mund të mësojnë korporatat. Kjo ishte dhe intensitet në sugjerim. Faleminderit. Moderadora tret, Maria Vuksanović nga Podgorica. Thank you very much. I would like to welcome you on behalf of the third regional working group that has been dealing with CSO role and involvement in this OGP process. Our working group was consisted of Albanian CSOs working mainly with minority and marginalized communities, as well as of BASOS, Advocacy for Open Government project members. Based on the inputs gathered from these Albanian organizations, but also on the lessons learned from this regional process of OGP implementation, we came up to very concrete recommendations for the government of Albania and notably for the Ministry of Public Administration and Innovation. And we think that first of all, the government and the respective ministry should provide and make available the public consultation timeline and the concrete plan how to actually meet this deadline that is May the 7th in terms of drafting the accurate action plan that would reflect on local priorities and needs. For this to happen and drawing on some of the regional experiences gathered within this working group, it is important to nominate the person to whom these organizations are going to communicate with on a daily basis. And we had the opportunity to hear from Ms. Carito that she has a staff that it is working within the Ministry of these issues. So it would be good to actually introduce these staffs and these relevant persons as a contact point or focal point for these CSOs, so as to enable proper communication with them. Also, what we find very important and what the action plan should entail as a mandatory part, it is a very smart milestones and success indicators, and we should also recommend to put source of verification, meaning real information sources for each of these indicators of success. In that way, we should not only report during the later stages that we have developed a report, we should provide the concrete link or the source of information where the report has been published. And this will greatly help CSOs to monitor the implementation of the plan. It is also good to have a very concrete sources of budget, sources of finances for each of the measures entailed in this action plan. It is also very important to have very specified deadlines, meaning not to have measure to be implemented in continuity or during 2013, but to have more or less, whenever it is possible, to have very specified deadlines in order to recall the government in case that certain measures have not been implemented. What is also good is to introduce all the stakeholders at one inception meeting, to introduce them not only to these plans, how the process is going to look like, but also to introduce him to key findings of the IRIAN report. It is very important to know what is the current state of play in order to actually design what Linda was talking about, this smart and really feasible action plan that is going to be implemented. Either we want to have 10 measures, but to implement them in a due time, or we want to have a list of wishes, what was the case in the region, and not to have all the measures implemented. So it is very good to have this inception meeting, to present this public consultation timeline and plans, and to use as much channels of communication as possible, meaning in-person meetings, communication with CSOs, focal points, community consultations, and that is the part of the job that is going to be done by Albanian institutions, Albanian organizations and coordinated by the IDEA. And at the end, it will be good to try to outreach all potential actors in this process. For example, we have in our regional group very good experiences from Serbia in terms of linking with commercial entities as well, but also to use
where it is possible, to use this citizen task force as it was case in Bosnia, because it is a good way to actually mobilize and motivate persons and local communities to take part in. Thank you. Maria is quite concreter because she's demanding on our side. Unë besoj se ministra do përgjigjet në fund, sepse do në dakord me ministrin që dallet në Bajkar në Gjuca. Gjithsesi, ky aktivitet vjen në kuadër një projekti që IDM është partner me 8 organizata nga gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor dhe drejtuar nga Pasës Network me qendrën në Prag, në kuadrin e financuar nga Bashkimi Evropian. Si partner vendor ne kemi tashmë një mbështetje edhe më të luar koma për ta shpërtzuar më tej agjendën shqiptare në kuadër të koalicionit të organizatave shqiptare të shoqërisë civile në kuadrin e partneritetit të qeverisë të hapur, kështu që kemi edhe një bashkëpunim në tashmë edhe me UNDP, ndoshta edhe vazhdimësi edhe me aktorë të tjerë interesuar për të mbështetur, sepse siç duket ka ende shumë gjëra për të bërë për ta sjellë, por që duke nisur nga ajo që kemi bërë vlerja e parë që bëmë në fond aty projektin në 5 dhjetor, para shumë u vendosën pikat e kontaktit në qeveri, në gjithë administratën, sot ishim pothuajse gjithë pranishëm dhe në nivel shumë i lartë zonës ministrash, dhe paka shumë edhe këto outpute që u përmendën nga moderatorët e paneleve ishin sigurisht konkluzioni i parë i asaj interaksionit vendosur tashmë midis prioritetet përcaktuara nga institucionet qeveritare dhe ato të menduara nga shoqëria civile. Unë do ndalej këtu dhe më t'i japja fjalën zotit ambasador së Shtetit të Bashkuar Alexander Arvizu për të përshëndetur këtë aktivitet. Should you speak from here? Yeah. Okay. Well, thank you very much. I have to be honest with you. In general, when I see that I'm supposed to speak at something late on a Friday afternoon, I groan and I sigh. But when I looked at the subject today, I thought that's a really nice way to end the week. Për qenë sinqert me ju, në vërtet kur bëhet fjalë për të qenë pjesëmarrës edhe folës në aktivitetet që zhvillohen të premten pas ditëve, zakonisht mund të pësherëti, por në fakt kur nisova për tematikën e këtij takimi të sotëm me vërtet e mirëpritje atë. And it's a privilege to represent the United States. It's something as significant as the OGP. Delighted to be here, and I want to thank all the organizers, all of you, the participants, not just from Albania, but from the region. Great to be here with some great colleagues from the UN, Minister Harito, who had a tough day yesterday, so I think she's probably glad that today's Friday. Anyway, it's great to be here. Gjithsesi do doja edhe një herë të shpreha që është privilegj që ndodhem këtu për përfaqësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në atë që njihet në të vërtetë si partneriteti për qeverisje të hapur. Është gjithashtu kënaqësi të shikoj disa kolegë të mi, si për shembull profesorse me Knuti këtu, gjithashtu edhe ministrin Harito, e cila ka pasur një ditë vështirë tjetër, por jam i sigurt që ajo shtetë më që sot është e prioritet. And just before I get into my presentation, I was very impressed with the 3 summaries or short presentations of the working groups. And what struck me was some common themes in all of them, which was active citizen participation. That is, was not theoretical, but very, very practical. I think that's very important. Dhe ajo në fakt që më bëri shumë përshtypje nga të 3 prezantimet e grupeve të punës, ishte vetëm aftësia e përcjelljes, por gjithashtu edhe tematika që ato kishin hapur, që është pjesëmarrja aktive e qytetarëve për përmirësimin. And I was also encouraged to hear the references to certain timelines and deadlines, and whether it's a government action plan or a timetable for territorial reform. I think it's just human nature. We need deadlines, or else things will drag on forever. It's good to have deadlines. It forces people to focus, to concentrate, to put their best efforts forward. So that was encouraging to hear as well.
Dhe në vërtet kur dëgjova për afatet kohore dhe për kalendarin i cili njëhet më si kalendari i veprimit është diçka shumë e mirë. Qoftë se kjo do të zbatohet për një plan veprimi ose thjesht për të pasur një PQV. Ajo që është e rëndësishme është që shmikjet të ketë afate kohore që i bën mirë njerëzve, pavarësisht se ku ata ndodhen, në mënyrë që të mund të përmbushin diçka që ata kanë premtuar për planet e tyre. So if you'll pardon me for referring to my notes, but my staff prepared some good ones and I added some comments of my own, so I'd like to refer to them. You know, the OGP was initiated back in September 2011. It was an initiative by the United States working in tandem with some other like-minded states, 7 in fact, and we came together to create what's known as the Open Government Partnership, really part of a global effort to encourage more transparency, effectiveness, and accountability in the field of governance. Në vërtet do doja të referohesha dëshërimeve dhe fjalimit të përgatitur. Do doja të theksoj faktin që kur flasim për atë që njihet si partneriteti për qeverisje të hapur, është diçka që i ka zanathëruar në shtator të vitit 2011. Ishte një nismë e Shtetet e Bashkuara së bashku me 7 vende të tjera, të cilët e kanë atë si një përpjekje globale për të inkurajuar qeverisje transparente, efikase dhe llogaritëse në fushën e qeverisjes. Now, when you've been working for the government as long as I have, you see a lot of initiatives come and go. But in the case of OGP, in a little over 2 years' time, that core group of 7 or so nations has grown to 63 in many different parts of the world, you know, not just in North America and not just in Europe. And in that time and as part of that process, you know, what has come out of that? Well, basically, it is people like you working with governments to come up with commitments, you know, commitments to action, commitments to improve the governance of roughly 2 billion people around the globe, like half the Earth's population. How? By embracing the key basic principles of open democratic government that is promoting transparency, as was described in these work groups, by fighting corruption, by energizing civic engagement, by taking advantage of the advent of new technologies, and refining approaches to strengthen the democratic foundations of all our countries, wherever they may be. Kur ke punuar për qeverima gjatë sa unë, sheh që shumë projekte, shumë programe nisin dhe përfundojnë. Por në të vërtetë ajo që është vërejtur për sa i përket partneritetit të qeverisjes së hapur, është që vetëm 2 vite pas u shpallë nismë, ai ka mundur të rritet në 63 shtete pjesëmarrëse, duke përfshirë jo vetëm Shtetet e Bashkuara, por edhe Europën, që janë kombe të cilat janë zotuar që mund të përmirësojnë qeverisjen e më shumë se 2 miliard njerëzve anë kanë globit, që do të thotë të paktën gjysma e popullsisë së botës, në mënyrë që të mund të përmirësohet jetesa e tyre, në mënyrë që të mund të promovohet transparenca, të mund të luftohet korrupsioni dhe të shtohet energjia për angazhimin civil përmes teknologjive, të qasjeve të reja, për të forcuar themelët demokratike të vetëveteve tona. And the great thing about the Open Government Partnership is that it has become just that. It is a partnership that revolves around the concept of open government. But when we talk about partnership, we mean just that, partners, you know, not just governments, but working together with, that is, elected officials, working together with civil society representatives, working together with legislators, working together with the business community. And for our part, the United States has worked certainly internationally, but at home as well, on our own action plan. And we, as a country, are gratified that in the United States that we have made some important progress in improving the ability of our citizens to obtain access to government records, which have not always been easy to get, to release government official data that can serve a useful purpose in giving encouragement to entrepreneurship and innovation, and to increase the transparency
of official government spending. Dhe në fakt doja të theksoja gjithashtu faktin që partneriteti për qeverisje të hapur është në vërtet një partneritet për ta mbajtur të hapur qeverisjen. Do të thotë të zhvilluarit e partneritetit dhe të qenit në partneritet me të zgjedhur, me organizatat jo qeveritare, me ata persona që janë zgjedhur përmes zgjedhjeve, me komunitetin e biznesit. Edhe neve, si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi punuar shumë për këtë edhe brenda vendit, në mënyrë që të bënim një përparim veçanërisht për përmirësimin e aftësisë së qytetarëve për të siguruar hyrjen e dokumenteve të qeverisjes, që jo gjithmonë ka qenë e thjeshtë. Shpërndarja të dhënave të qeverisjes stimuloi sipërmarrja të inovacioni, si dhe që të rritej transparenca për shpenzimet qeveritare. I want to read for you a quote that comes from President Obama when he talked about this partnership. President Obama said, "We pledge to be more transparent at every level, because more information on government activity should be open, timely, and freely available to the people. We pledge to engage more of our citizens in decision-making, because it makes government more effective and responsive. We pledge to implement the highest standards of integrity, because those in power must serve the people, not themselves. And we pledge to increase access to technology, because in this digital century, access to information is a right that is universal." Dua të lexoj në të vërtetë një citat nga presidenti Obama lidhur me këtë partneritet. Ai tha: "Ne zotohemi të jemi më transparent në çdo moment, sepse më shumë informacion mbi aktivitetet e qeverisë duhet të jetë publik, në kohën e duhur dhe disponueshëm lirisht për njerëzit. Ne zotohemi që të angazhojmë më shumë për qytetarët tanë në vendimmarrje, pasi kjo e bën qeverisjen më efektive dhe më përgjegjëse. Ne zotohemi të zbatojmë standardet më të larta të integritetit, pasi ata që janë në pushtet duhet të shërbejnë njerëzve, jo vetes. Dhe ne zotohemi që të rrisim aksesin në teknologji, pasi në këtë shekull digjital, qasja tek informacioni është një drejtë që është universale. Albania was one of the first countries to join the Open Government Partnership and to develop its first National Action Plan. We certainly praise the efforts of the new government, which has been in power for only about 6 months now, to be very active in consulting and engaging civil society representatives like yourselves, as well as other private actors, to begin drafting the second action plan for 2014-2015. Shqipëria ishte mes vendeve të para që u bashkua partneritetit për qeverisje të hapur dhe zhvilloi planin e saj të veprimit kombëtar. I përgëzoi përpjekjet e qeverisë sërdej për të konsultuar dhe për të angazhuar me shoqërinë civile, sikurse ju, dhe me aktorë të tjerë privat, ndërsa të hartoi planin e dytë veprimit për vitet 2014-2015. This act of the government consulting with you is an absolutely critical step. It's critical because, first of all, civil society organizations like yourselves can help hold government accountable. That is an important element. But also, you can partner with the government to offer new ideas for better policies. We have to recognize that markets, I'm talking about economic and business markets, and politics always receive a lot of attention. Certainly here in Albania, but I think in any of the countries that we represent. But do not underestimate the importance of civil society, because without a strong underpinning provided by civil society, you're going to have a hollow core. Civil society, a strong one, undergirds democratic institutions, broad-based prosperity, and democratic governance. Veprimi që qeveria ndërmori është me vërtet një hap vendimtar, pasi organizatat e shoqërisë civile jo vetëm që ndihmojnë në mbajtjen e qeverisë dhe llogaridhënëse, që është një element i rëndësishëm, por gjithashtu ju si e tillë mund ndihmoni duke qenë partnerë me qeverinë për të ofruar ide të reja për politika më të mira. Duhet ta dallojmë faktin që në tregjet bëhet fjalë për tregjet ekonomike, por edhe në politiket bëhet fjalë për Shqipërinë, por edhe në çdo vend tjetër në cilin ne shërbejmë. Tregjet dhe politikat shpesh tërheqin shumë vëmendje, por nuk duhet të vlerësuar rolin që luan shoqëria civile. Ai është i rëndësishëm. Pa atë do të shihej si një bashkëpunëtor,
Për këtë arsye, shoqëria civile e mbështet si qeverisja demokratike dhe begatime pas të gjë. So I want to close by wishing you success in the initiative that you have started, and to again remind you that stronger government and better governance comes about when the citizens and when civil society hold the elected leaders accountable and responsible. Of course, we do mean the government, since they're the ones who are elected by the people to serve in office. But not just the government, the opposition too, because they're also elected representatives. So it's important for you to hold everybody accountable to a higher standard, to insist on more civil dialogue, less theatrics, less acting, and more results. That results in a stronger society, in a more cohesive society, one that better can deliver results to the people, which I think is what we all want. So thank you, and we wish you success. Do doja ta mbylla edhe një herë duke ju uruar suksese në këtë sipërmarrje dhe t'ju kujtoj faktin që keni një rol shumë të rëndësishëm. Pasi po bëhet fjalë për një qeverisje të mirë dhe një qeverisje të fortë, është aka herë kur personat të cilët janë zgjedhur do të mbahen llogaridhënës. Dhe sigurisht nuk bëhet vetëm fjalë për qeverinë, por edhe për opozitën. Ta mbajini llogaridhënës të gjithë ata që janë zgjedhur prej jush, sepse është e rëndësishme që ata të sillen sipas një standardi të lartë. Është e rëndësishme që të ketë më shumë dialog civil dhe më pak aktrim. Në këtë mënyrë do të keni një shoqëri më kohezive. Faleminderit shumë të gjithëve dhe ju uroj punë të mbarë. Shumë faleminderit zoti ambasador për fjalën tuaj, për mesazhet që dha. Në fakt për mua janë edhe frymëzuese. Sikundër mendoj edhe për shumë kolegë të shoqërisë civile tashmë bëjnë pjesë edhe gjithë tjerët në kuadrin e koalicionit të shoqërisë civile për lidhje me nismën e partneritetit qeverisë të hapur. Unë mendoj se ky partneritet i qeverisë me shoqërinë civile mund të jetë ndoshta nga zgjidhjet e pakta që mund të ketë për t'ia dhënë ndihmë qeverisjes në përgjithësi dhe mirë qeverisjes në vend, njëkohësisht për të zgjidhur shumë prej problemeve të ditës impenjative që kanë në qeverisja në shumë fusha të aktivitetit publik, një prej cilave është edhe partneriteti për qeverisje të hapur. Faleminderit edhe një herë. Dhe më lejon të jap fjalën zonjës Zineb Tollimi Benjullum, koordinatores përhershme Benjullum, do të thësë, në punën së koordinatores përhershme të Kombeve të Bashkuara në vendin tonë. Good try. Madam Minister, Mr. Ambassador, Mr. Bajul, and our good friend and long-term partner, Suthiraj, with an accomplishment. So congratulations for today's conference, which brought here the very pertinent regional perspective, I think, and experience of how countries try to ensure better inclusion and multi-stakeholder ownership of the open government partnership in their own countries. So OGP aids resonate well with UNDP's human development and participatory approach. Partnering with OGP represents an opportunity for UNDP as well to support issues such as access to information, transparency of extractive industries, open budgets, legislative openness, and open data. The period we're in is critical for the global OGP calendar for establishing meaningful government-society dialogue, as highlighted by the ambassador, and to ensure that OGP national action are transparent, participatory, and designed to meet the real needs of people, including from poor and marginalized communities. At the OGP Summit, which took place in London at the end of last year, Helen Clark, the UNDP administrator, launched UNDP's official partnership with the OGP alongside the World Bank, OECD, and the Inter-American Development Bank.
To make good on the global partnership here in Albania, we have offered our support to IPN, our long-term and trusted partner in civil society development in Albania, for them to advance the implementation of the National Action Plan in line with the recommendations of the independent reporting mechanism, and to advance multi-stakeholder consultations and ownership of the whole processes through the CSO's Coalition for OGP Albania. Our local partnership and support to the OGP demonstrates our work ethos of engaging with government and civil society as equal partners to facilitate open dialogue and to help align OGP action plans with broader national development priorities and the work UNDP does on the ground. Madam Harito, we have been privileged to work with you on parts of your mandate in the past months. For example, in advancing e-government services, I believe. We trust that you consider UNDP as a logical partner of choice as you look to develop further your OGP National Action Plan with lasting impact. In practice, there are extensive synergies between our work and OGP, so let's use that. I take this opportunity once again to thank Sotiraj and his colleagues for the successful event today and to pledge our support for the OGP process as it evolves. And I thank you very much for your attention. Super uitstekend dat je precies particulariteit tashmë të konsoliduar me UNDP dhe UN përgjithësi, të IDM-s, por gjithsesi edhe të mbështetjen në vazhdimsi për implementimin procesin aktiv, po njëkohësisht dhe gjithë procesin tjetër që do ndjeki punë me shoqërisë civile për në kuadrin e zbatimit të planit veprimit për partneritetin për qeverisjen e hapur. Shumë faleminderit për fjalët e këta ndaj ekipit organizatës në fund. Lojë dhe fjalët tash në fund, po jo nga rëndësia, bile përfaqësuesit të Bashkimit Evropian Tiranë, Zoti François Bejon. Bashkimi Evropian është në mbështetësi këtij projekti regional. Financuesi kryesor për 2 vite të vazhdim dhe mundësi potenciale edhe për 2 vite të tjerë nëse dalet suksesshëm. Thank you very much, Madam Minister, Madam the UN Resident Coordinator, Mr. Ambassador, ladies and gentlemen. I share the opinion of Ambassador Arvizu. It's a very nice way to finish the week with a subject which is lighter than the usual subject maybe we deal with. Myself, I'm more specialized in infrastructure, agriculture and economic development, so it's many times a very heavy subject and a very difficult subject also due to the general economic climate. So to see people having an open dialogue and wanting to engage themselves with a change in the society, I think it's very nice. So I would like myself at first not to speak about the deadline, but I will come also to that, but to remind a little bit history. We said that history doesn't repeat itself, but in my speech they say sometimes the rhythm is repeated. So let me go back a bit in time. In December of 1990, you will remember those days where a student demonstration took place in Albania, followed with thousands of people flooding the streets of Tirana, ousting the dictatorship. The spirit behind it was a collective understanding of what has to be done, and also of what we are discussing today: open and accountable governance. The Albanian people have not changed mind, have not changed their mindset in this regard. They want open, transparent governance because they want the rule of law, the absence of conflict, the absence of corruption, the presence of strong property rights and transparent institutions. And because this is what democracy is all about, having a government disciplined enough to imbibe in itself
the principle of transparency, accountability, and citizen involvement. These are the necessary preconditions to integration, inclusive and sustainable economic growth. But we are conscious that open governance cannot happen at a stroke of a pen. It takes political leadership, it takes technical knowledge, it takes sustained effort and investment, and most importantly, it takes collaboration between government and the civil society. Government institutions are strengthened and they are not merely open to the active participation of their citizens, but they encourage the people to engage it by empowering them and garnering their trust. The public must be able to give feedback to their government, and in turn, the government must show that it is ready to listen by putting in place a mechanism through which the people's voice can be heard. The European Union continuously encourages a dialogue between government and civil society, as civil society organizations have a key role to play by organizing and articulating the demand for the right from people to government. And we are glad to observe the effort of the civil society in organization to do so. We have seen their participation in the consultation process at the Ministry of Integration and at the Parliamentary Committee on EU Integration on the 12 priorities that the European Commission has identified for Albania to gain candidate status. We have seen the written input that they have provided, as well as a contribution to the progress report, which is a yearly exercise. That is why the EU has supported with 400,000 euros this regional project on advocacy for open government civil society. And it's because it's also much important for the progress of Albania and its neighbor in the region by increasing transparency and integrity in government, enhancing public participation and accountability, and generating more effective policy making. We believe that civil society actors and organizations can make substantial contribution to addressing many of these issues through their lobbying, advocacy, and oversight activity at national, regional, and, very important, local level. This involvement of civil society in the pre-accession process can contribute to deepen citizen understanding of the reform of the country need to complete in order to qualify for EU membership. This helps EU accession. It is not just a government exercise and stimulate a balanced public debate, which is crucial to achieving a well-informed decision on EU membership at the end of the pre-accession process. I am aware that much remains to be done, but so long as all the actors, civil society and government, remain focused on fostering a transparent and accountable government, the road toward the EU will be open for Albania and for the other countries of the region to walk, and for all the people to enjoy prosperity in an open society. So I would like to thank you very much. I think that behind the walls there is a real commitment, I think, of the European Union, but also of the other partners, for a better open dialogue. And for sure, those values are not only a piece of paper and a speech, which sometimes are difficult to read in public when you are not an English native, but must be reality for all of us. Thank you very much. Si shkemi në dakord me bashkëorganizatorën,
Ministre, Milena Arido, ajo do të ketë fjalën mbyllëse me duke dhënë disa konkluzione këtë gjithçka që është shtruar për diskutim. Kjo se më ke unë tash nuk do marr më fjalën, pasi do ja bëj Arido desha thosha se unë më ngelen 3 gjëra të rëndësishme gjatë ditës së sotme. Në radhë para që plani i ri veprimi duhet të ketë kontekst mbështetje dhe kontekst shqiptar, në kuptimin të pasqyrojë realisht në mënyrë gjithëpërfshirëse mendimin e aktorëve publik dhe jo publik në lidhje me objektivat. Ashtu siç përmendi edhe zoti ambasador, plani duhet të jetë i detajuar, me fatë, me timeline, me indikator performance dhe njësisht me indikator të matshëm për të qenë sa më konkret dhe i arritshëm dhe i monitorueshëm. Njëkohësisht, dhe ajo tjetra që diskutuar ashtu sikundër edhe në muajin dhjetor, konferencën e parë, plani i veprimit nuk do të kapi vetëm institucionet qendrore, por do të kapi edhe institucionet vendore, pa të shtrihet në gjithë vendin. E këtu ngjelet një sfidë tjetër e qeverisë, sikundër edhe shoqërisë civile në Tiranë dhe gjithë vendin për të përfshirë. Falenderoj gjithë panelistët, gjithë pjesëmarrësit, partnerët nga rajoni dhe lejoni nga fjalë zotërinjës ministre për konkluzonet e plani. Thank you. As I am not an English native spoker neither, I'm speaking Albanian. So But you have an advantage on me. Së pari do të falenderoj gjithëve që në këtë premte të mastive keni qëndruar deri tani dhe duke punuar, nuk keni qëndruar si spektator. Dua të falenderoj veçanërisht zotin Arvizu për mirëkuptimin e ditës së vështirë në parlament, që është një provë një herë që transparenca nuk ju pëlqen të gjithë. Është provë gjallë për këtë. Dhe me këtë rast dua t'ju them një si anekdotë që na e kam mësuar nga Harvard Kennedy School of Leadership. Në një moment, një person shumë që kishte qenë një këshilltare e afërt e presidentit Clinton, po shpjegonte çështjet e transparencës. Dhe po na shpjegonte ishte përpara zgjedhjeve të kaluara ku rifitoi presidenti Obama. Dhe po na shpjegonte që zgjedhjet do të elementi vendimtar për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, për ato zgjedhjet e kaluara, do të ishte shifra e papunësisë. Sepse ishte problemi kryesor i Amerikës në atë moment dhe ajo gjykonte dhe analistët gjykonin që shifrat e papunësisë do të ishin vendimtare nëse presidenti Obama do të rizgjidhej apo jo. Dhe pyetja që ajo i bëri pjesëtarëve ishin të gjithë pjesëtarë nga vendet e rajonit. Ta si mendoni ju, përse nuk gënjen presidenti Obama për shifrat e papunësisë? Se aty ne nga rajoni, gjithë do na thoshte mendja presidenti Obama tani një çik ato shifra. Ta do të shumë gënjente ta. Puna është mundet. Këtu është gjithë historia. Pra kjo është gjithë historia e transparencës. Fakti është që duhet të krihet mekanizma të tillë, sisteme të tillë që të na t'i pengojë politikanët, shoqërinë civile, biznesin, të gjithë t'i pengojë që të gënjejnë, që të pengojë që të mos bëjnë transparencë. Kjo është sfida për ne të gjithë. Dua sigurisht të falenderoj zonjën Benjellum, me cilën kemi me UNDP-n kemi bashkëpunuar shumë shpejt që në ditët e para ku ne arritëm në zyrat tona, morëm detyrën. Dhe një nga projektet në fakt që kemi filluar, që është ongoing, është projekti Trekking, që është një nga projektet që u përmend nga një prej folësve, pra ose një pjesë e tij, le të themi, është një projekt që lejon të bëhet një gjurmim i gjithë shkëmbimeve të qytetarëve me institucionet, kryesisht me institucionet qendrore, pra me ministritë, gjithë kërkesat e qytetarëve të ketë një sistem transparent ku ato të shikohet në çfarë pike janë, a kanë marrë përgjigje, në çfarë datash kanë marrë përgjigje. Dhe me mbështetjen tuaj ky projekt është duke u realizuar. Sigurisht Bashkimi Evropian që është një suport i vazhdueshëm me një le të themi me sfidat që na vjen përpara vazhdimisht, na detyron të përmirësohemi. Dhe pra nuk është vetëm mbështetja që jep këtij forumi, por është mbështetja e vazhdueshme dhe kërkesa që na bën vazhdimisht që ne të ecim përpara. Dhe zoti Troni me cilin kemi bashkëpunuar për gjithë organizimin e këtij eventi. Dhe tani duhet të kthehem pak tek do thoja ato detyrat e shtëpisë që u lexuan këtu për plan veprimi. Gjëja e parë që dua të them është që
sigurisht është shumë interesante të dallosh këtu gjithë ndërgjegjësimin e shoqërisë civile për gjithë gjërat që duhen bërë. Pra ky është hapi i parë. Hap shumë i rëndësishëm. Që ky ndërgjegjësim është gjatë prezent, të gjithë e dinë që këto gjëra duhen bërë. Pastaj vjen edhe çështja e realitetit, se si çdo familje, edhe qeveria ka një buxhet, ka disa mundësi, ka dhe donatorë që e mbështesin, por ka dhe kapacitete njerëzore të kufizuara, kështu që nuk ka mundësi të bëjë të gjitha. Dhe për këtë gjë, edhe për këtë gjë duhet të jemi shumë transparent. Prandaj në vendimarrjen që do bëhet me planin e veprimit, pikpamja jon është që ne do të marrim angazhime të cilat do të mund t'i mbajmë. Ne nuk duam të bëjmë ashtu siç e thamë shumë të drejtë zoti Bezho, një plan në letër, sepse kjo nuk do kishte asnjë vlerë. Ne duam që ato gjëra që do përzgjidhen nga gjithë idetë që u dhanë këtu, duam që të jenë të mundshme edhe nga ana e kapaciteteve, edhe nga ana financiare. Sigurisht me ato vlerësimin që mund të bëjmë për një plan që shkon më tej se 2 vjet, pra ka gjithmonë një lloj vlerësimi paraprap që bëhet, të gjitha gjërat mund të dihen detaje që sot. Ka shumë gjëra që unë përpoqja t'i mbaj shënim fare teknologjisë në gjërat që u kërkuan, disa prej tyre janë në planin e veprimit, disa janë zgjeruar ose plotësuar nga diskutimet tuaja. Kështu që jam shumë dakord me Marin që në fund po thoshte duhet kemi deadline të qarta dhe mënyrat e financimit, jam shumë e kënaqur që dikush e përmendi faktin që duhet jenë qarta dhe mënyrat e financimit. Pra siç e tham, disa gjëra si databaza e rasteve të dënuar për korrupsion, që çdo portal të ketë listën e subjekteve të licencuar, nuk po i përmend të gjitha, përmenda projektin Trekking, që është një pjesë e një nga projektet, ose asetet minerare dhe koncesionet. Këto janë projekte që ne i kemi në listën tonë, kemi bërë në të vërtetë në këto muaj, në këto 6 muaj kemi bërë një punë shumë intensive për të bërë diçka që ne midis nesh e quajmë harta digjitale e Shqipërisë, që në fakt gjithçka që ne duam të investojmë në inovacion, në teknologji, për të përmirësuar shërbimet qeveritare, shërbimet për qytetarët, shërbimet për biznesin dhe transparencën sigurisht që shkon me to, sepse që nga momenti që kemi sisteme që lënë gjurmë, përmirësohet transparenca dhe përmirësohet kontrolli. Pra kemi bërë një punë shumë intensive, nuk të them tani numrin eksakt, po projekte mbi do të rrotull 100 projekte gjatë shkruar, projekt ide, jo projekte në detaje, dhe për një vlerë shifrore të cilën sigurisht nuk e kemi disponibël, por ajo që është shumë e rëndësishme është që kryeministrive dhe gjithë qeveria ka një commitment shumë të fortë në inovacion, dhe kjo jo për një arsye shumë të qëndësishme në fakt, që është që ne dim shumë mirë që këto janë sisteme që krijojnë sustainabilitet, që krijojnë qëndrueshmëri, vijueshmëri dhe që kërkojnë investim të madh, kërkojnë investim të madh njerëzor në radhë të parë, jo ndoshta aq shumë investim financiar sa çdo të kërkonin investimet e rënda që përmendte zoti Bezho si infrastruktura ose bujqësia, por investim njerëzor shumë të madh, dhe për këtë arsye kemi një vendosmëri të qartë që të angazhohemi në këto projekte, sepse duam që gjërat që bëjmë të jenë të qëndrueshme dhe po i bëjmë sot, po i bëjmë me vullnet shumë të mirë, po i bëjmë me shumë pasion, por jemi shumë të ndërgjegjshëm që nuk mjafton pasioni, duhen sisteme që të krijojnë një bazë të sigurt që këto gjëra të vazhdojnë pra të jetojnë. Mos varen nga vullnetet e njërit apo të tjetrit. Kaq do doja të thoja për planin e veprimit, keni një pikë kontakti kombëtare në kabinetin tim. Vetëm dua t'ju them që sigurisht do publikohet dhe do jetë shumë i qartë mënyra se si do të arrihet në konkluzionet, por druaj që me gjithë këto gjëra që janë thënë këtu, në fund do ketë të zhvillyer, sepse ne do duam që ato gjëra angazhimet që marrim t'i mbajmë. Dhe gjëja tjetër që do doja të thoja është që një sugjerim i vogël më duk sikur ato kërkesat ishin një lloj wish list drejtuar qeverisë. Mendoj që ndërgjegjësimi i shoqërisë civile është shumë i rëndësishëm, por duhet edhe një commitment nga shoqëria civile që një pjesë të këtyre gjërave të merren përsipër edhe nga shoqëria civile. Dhe besoj se për këtë mund të
të bashkëpunojmë, sepse jo të gjitha gjërat ka mundësinë t'i bëjë qeveria, ka kapacitetet t'i bëjë qeveria. Kështu që shpresoj që bashkëpunimi do jetë intensiv në këto javët që vinë dhe sigurisht do vazhdojmë të tej për implementimin. Ju falenderoj.